Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit. Do të flasim tani për Mateo Bori, një personazh që në fakt ka ngritur kurreshtje të jashtëzakonshme te publiku se çfarë po ndodh me lidhjen e tyre me Brikenën. Mateo që nga Big Brotheri ka qenë personazh që në fakt është komentuar për qëndrimet e tij, është komentuar për natyrën e tij, por unë gjithmonë kam patur do të thënë kam konsideruar brenda vetes një bindje që Mateo është njëri që po mori një gjë përsipër do ta çon këtë gjë deri në fund me se s'bën. Dhe realisht këtë kam parë unë, nga qëndrimet që ka bërë Mateo, nga mënyra se si Mateo është sjellur, nga mënyra se si Mateo tashmë po e vazhdon lidhjen jashtë shtëpisë së Big Brotherit, tregon që gjërat kanë marrë dhe po marrin një kahje krejtësisht tjetër. Së fundmi, në Instagramin e Mateos, ai ka publikuar një fotografi, teksa po e shikon Brikenën në një portret ku Brikena ka qenë pjesëmarrëse në Miss. Brikena ka një rrugtim të bukur në fakt në Miss Globin dhe ka marrë edhe çmime të rëndësishme. Siç duket, Mateo krenohet me Brikenën duke e quajtur Missin e tij, domethënë duke i vënë epitetin që ti je Missi im. Dhe në fakt dhurata më e bukur që mund të marrësh nga një djalë është vlerësimi që ai ta bën për atë që ti je, jo për atë që ai dëshiron që ti të bëhesh. Dhe në këtë rast Mateo ka vlerësuar Brikenën për atë që është. Tani të gjithë duan në fakt të dinë se çfarë ka ndodhur mes Mateos dhe Brikenës në takimin e tyre. Pyetja që më së shumti bëhet është kjo: a e takoi Mateo familjen e Brikenës? Tani familjen të ngushtë të Brikenës, Mateo nuk e ka takuar dot sepse prindërit e Brikenës nuk jetojnë në Kosovë, ato jetojnë në Itali. Po besoj që në një lidhje telefonike, do me thënë në një video call, Mateo ka biseduar me ato, edhe pse prindërit e Brikenës kanë qenë dakord që në momentin kur nëna e Brikenës preferoi që të futet brenda në shtëpinë e Big Brotherit për të takuar të bien. Çfarë komplimenti apo çfarë komenti mund t'i kenë dhënë për lidhjen? Unë mendoj që prindërit janë ato të cilët janë më të lumtur, sidomos të Brikenës, sepse kur një baba e ka vajzën e tij rahat, e marton në një vend që e shikon që vërtet ka dashuri, që vërtet ka respekt, që vërtet ka vlerë, që vërtet ka, do të thënë, përjeton një emocion të bukur vajza, mendoj që prindërit e vajzës në këtë mes janë më të lumtur. Por, a ka takuar dajën të Brikenës dhe a ka takuar tezen? Me pa tjetër që po. Do me thënë, tezja e Brikenës ka qenë që në dasmën e tyre prezente, ajo që në dasëm i dha të dritën e gjelbër që Mateo priste të merë, apo çifti ishte në hamendësime se si po komentohet jashtë, se çfarë po flitet jashtë, se çfarë po thuhet për to jashtë, dhe mendoj hyrja e tezës thjesht e konfirmoi që Mateo dhe Brikena janë në mbështetjen më të bukur të familjarëve. A ndjet krenar Mateo? Me patjetër që po ndjet krenar. Unë mendoj që dhe Dajën e ka takuar, por në qoftë se do ta kishte ndarë kohën më shumë me Dajën, unë mendoj që Mateo do të kishte hedhur një foto në respekt të gjithë ndjekësve që po Daja e pranoi lidhjen, por në përgjithësi nga informacionet që kam unë, e di që ka takuar familjar, miq të Brikenës në Prishtinë, domethënë Mateo ka qëndruar një kohë të caktuar në Prishtinë, nuk është se ka qenë vetëm një ditë, kanë qenë disa ditë që ai ka qëndruar me Brikenën në Prishtinë. Mateo vazhdon akoma të jetë me Brikenën, domethënë këtë javë siç duket ja ka kushtuar Brikenës me patjetër për t'u njohur më shumë, për të ndarë momente më shumë dhe për t'u kënaqur më shumë. Nga informacionet që kam unë, familja e Brikenës është në gjithçka dakord dhe po e jeton momentin, por edhe familja e Mateos me patjetër që e kanë dëshmuar që janë dakord dhe janë duke shijuar këtë dashuri. Tani çifti ka preferuar që të shijon momentet, çifti ka preferuar që të kënaqet këtë verë, ka preferuar që të argëtohet të verë dhe nuk merret me të ashtu quajturat komentet që po fliten lart dhe poshtë për këtë çift.